Zonjat, po themi zonjat sepse janë 2 ose 3 gra që marrin pjesë në rastet kur duhet gatuhet një fli e nivelit të duhur, pra për ceremoninë familjare. Njëra ofron drut, tjetra merret me zjarrin që ta mbajë gjithnjë në nivelin e duhur, mbasi ajo bëhet me disa rena, siç thuhet në popull, me disa shtresa brumi që shoqërohen me të verdhë veze, me gjalp, dhe trashësia e saj duhet ta kalojë të themi afër do me masën e tepsisë në të cilën gatuhet. Përmenda më përpara që bëhet në Shqipërinë e Veriut, por në fakt e cilësisë më të mirë dhe që arrin kulmin në të gjitha aspektet, e gjejmë në krahinën e Lumës, pra në Kukës. Kjo është e prapur edhe në krahina të tjera në fshatrat e Kosovës, fqinj me Kukësin, të themi, sepse siç dim, këto krahina janë njësi të përbashkëta, kanë qenë kulturalisht, pavarësisht përcaktimit kufive në vitin 1913, pastaj e kemi dhe në krahinën e Tërbojës. Gjithashtu, më vonë, kjo filloi të përdore edhe në Burrel, në Peshkopi, por siç thash, e theksoj edhe një herë, cilësinë më të mirë të flisë e gjejmë në krahinën e Lumës.